me thik në rrugë gjatë Sherit me 2 persona, ky është 31 vjeçari. Një 31 vjeçar ka ndruar jetë pas ditën e sotme në kryeqytet pasi është goditur me thik sapo ka dalë nga makina në rrugën Kongresi i Lushnjës. Viktima Egli Pashollari sapo ka dalë nga makina është sulmuar menjëherë nga 3 persona, 2 djem dhe një vajzë. Gjatë përleshjes fizike, njëri prej djemve ka goditur të paktën një herë në Kuriz. Pashollari i është ndihma e parë pranë një lokali dhe direkt me makinën e tij është nisur drejt spitalit nga disa persona të tjerë dëshmitar në vendngjarje ku edhe ka humbur jetën rrugës. Autorët janë identifikuar me mbiemër Buçpapa nga Tropoja. Informacion. Rreth orës 15:40 dyshohet se gjatë një konflikti në rrugën Kongresi Lushnjës është goditur me mjet prerës shtetasje për 31 vjeç, i cili si pasojë ka humbur jetën në spital. Rreth orës 15:50 në rrugën e Kavajës dyshohet se gjatë një konflikti është plagosur me armëzjarri shtetasja K 34 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Policia ka identifikuar autorët e këtyre dy ngjarjeve, të dhënat e cilave nuk jepen për shkak se hetimi po vijon. Punohet intensivisht për kapjen e tyre. Ndërkaq, grupet hetimore vijojnë punën për sqarimin e rrethanave të rasteve, dokumentimin e plot ligjor të tyre, si dhe për identifikimin e shtetasëve të tjerë të dyshuar të përfshirë në këto ngjarje.